Së i humbi gjithçka një njeri që besonte se ishte i paprekshëm. Në mbrëmjen e parë të shtatorit të vitit 2005, në një sallë mbledhjesh të Partisë Socialiste, një njeri që kishte sunduar politikën shqiptare për 14 vjet pa ndërprerje, lexoi një deklaratë që zgjati vetëm 5 minuta e 30 sekonda. Fatos Nano, kryeministri që udhëtonte me helikopter ndërsa populli i tij priste autobusin, njeriu që kishte mbijetuar burgim, greva urie dhe përpjekje për ta rrëzuar, besonte se po luante lojën më të zgjuar të karrierës së tij. Ai po jepte dorëheqjen nga posti i kryetarit të partisë, por jo sepse donte të largohej. Ai priste që brenda 48 orëve, salla që tani e dëgjonte në heshtje, të shpërthente në protestë, të kërkonte rikthimin e tij, të provonte se Partia Socialiste nuk mund të ekzistonte pa Fatos Nanon. Por ajo që ndodhi në 72 orët e ardhshme nuk ishte asgjë nga ato që ai kishte imagjinuar. Asnjë delegacion nuk erdhi në derën e tij. Asnjë telefon nuk ra. Njerëzit që ai kishte bërë ministra nga hiçi, që i kishte dhënë kontrata dhe pushtet, që i kishin thënë zot në sy, tani po fiknin telefonat kur shihnin numrin e tij. Dhe në atë heshtje absolute, Fatos Nano kuptoi se kishte humbur gjithçka. Jo në 5 vjet, jo në 5 muaj, por në 3 ditë. Si ndodhi kjo? Kush e tradhtoi? Dhe më e rëndësishmja, a e dinte ai se po ecte drejt Greminës, apo ishte aq i verbuar nga arroganca saqë nuk pa shenjat? Për ta kuptuar rënien, duhet të kthehemi në ditët kur Fatos Nano besonte se ishte i paprekshëm. Ishte vera e vitit 2005 dhe fushata zgjedhore po arrinte kulmin. Partia Demokratike e Sali Berishës po organizonte mitingje der më der, duke udhëtuar me autobus të vjetër në përfshatrat më të largëta të Shqipërisë. Berisha, që kishte humbur pushtetin 8 vjet më parë, po luante rolin e njeriu të thjeshtë, duke ngrënë bukë me fermerët dhe duke premtuar se do t'i kthente dinjitetin shqiptarëve. Ndërkohë, Fatos Nano shkonte në mitingje me helikopter. Jo sepse rrugët ishin të pashkueshme, por sepse ai donte të dërgonte një mesazh: unë jam në një nivel tjetër. Unë jam shtedh. Kur helikopteri ulej në sheshet e qyteteve të vogla, njerëzit e partisë e prisnin me tapetin e kuq, me fanfara, me flamuj. Nano zbriste, fliste 10 minuta dhe largohej përsëri. Ai nuk hante me ta, nuk pinte kafe, nuk pyeste për problemet e tyre. Ai ishte bërë një monark i largët, i mbyllur në një realitet paralel ku fitoria ishte e garantuar. Dhe kjo largësi nuk ishte vetëm fizike. Në mbledhjet e brendshme të partisë, Nano fliste me një ton që nuk lejonte kundërshtim. Kur dikush guxonte të sugjeronte se fushata nuk po shkonte mirë, ai e ndërpriste me një frazë që e kishte bërë të famshme: edhe sikur të dua unë të humb, nuk më lë makineria e partisë. Ai besonte se kishte ndërtuar një sistem aq të fortë, aq besnik, saqë humbja ishte matematikisht e pamundur. Por ajo që ai nuk e dinte ishte se makineria tashmë po punonte kundër tij. Në kulmin e fushatës, ndërsa Nano fluturonte mbi Shqipërinë me helikopter, një njeri tjetër po ndërtonte një rrjet nën tokë. Ilir Meta, ish kryeministri që Nano e kishte detyruar të jepte dorëheqjen 3 vjet më parë, kishte krijuar lëvizjen socialiste për integrim me një qëllim të vetëm: hakmarrjen. Meta nuk donte të fitonte zgjedhjet. Ai donte të sigurohej që Nano t'i humbas. Dhe strategjia e tij ishte diabolike në thjeshtësinë e saj, të ndante votën e së majtës. Çdo votë që shkonte për lëvizjen socialiste për integrim ishte një votë më pak për Partinë Socialiste, dhe çdo votë më pak për Partinë Socialiste ishte një hap më afër rrëzimit të Fatos Nanos. Meta e dinte se nuk mund ta mposhte Nanon në një ballafaqim të drejtpërdrejtë, por mund ta dobësonte aq shumë saqë Partia Demokratike të fitonte. Dhe kështu ndodhi. Në 3 korrik të vitit 2005, kur kutit u hapën, Lëvizja Socialiste për Integrim kishte marrë 8.4% të votave. Në një garë ku diferencat ishin të vogla, këto vota ishin vendimtare. Partia Socialiste humbi. Dhe Fatos Nano, për herë të parë në 14 vjet, nuk ishte më në pushtet. Por edhe atëherë, ai nuk e pranoi humbjen. Për javë të tëra, ai kërkoi rinumërime, kontestoi rezultate, kërkoi ndërhyrjen e gjykatave. Ai besonte se mund ta përmbys rezultatin përmes manovrave ligjore. Dhe kur kjo dështoi, ai mendoi një plan tjetër. Një plan që, sipas tij, do ta kthente në hero. Ai do të jepte dorëheqjen. Jo sepse donte të largohej, por sepse donte të provonte se partia nuk mund të ekzistonte pa të.
Ai kishte bërë këtë lojë më parë, në vitet 98 dhe 99, dhe çdo herë partia I ishte lutur të kthehej. Pse do të ishte ndryshe tani? Por diçka kishte ndryshuar. Diçka që Nano nuk e kishte vënë re, sepse ishte shumë I zënë duke fluturuar me helikopter dhe duke besuar në pavdekshmërinë e tij. Brenda partisë kishte filluar të formohej një konsensus I heshtur, koha e Fatos Nanos kishte mbaruar. Nuk ishte vetëm humbja e zgjedhjeve. Ishte mënyra se si ai kishte humbur. Ishte arroganca, largësia, refuzimi për të dëgjuar. Ishte fakti se ai kishte kthyer Partinë Socialiste në një monarki personale, ku çdo vendim kalonte nëpër të, ku çdo karrierë varej nga mëshira e tij. Dhe njerëzit ishin lodhur. Jo sepse nuk e respektonin, por sepse e kishin frikë. Dhe frika, kur pushon të jetë e dobishme, kthehet në urrejtje. Kështu që kur Nano thiri mbledhjen e komitetit drejtues në të parën e shtatorit, shumë nga ata që ishin në sallë tashmë e dinin se çfarë do të ndodhte. Ata e dinin se Nano do të jepte dorëheqjen. Dhe ata e dinin se nuk do ta ndalonin. Nano hyri në sallë me shpinën drejt, me atë qetësi të studiuar që e kishte bërë të famshëm. Ai lexoi një deklaratë të shkurtër, ku merrte përgjegjësinë për humbjen dhe njoftonte largimin nga posti I kryetarit. Zëri I tij ishte I qetë, pothuajse indiferent. Ai priste që në çdo moment dikush të ngrihej në këmbë dhe të thërriste, "Jo. Ne nuk e pranojmë këtë." Ai priste që salla të shpërthente në protestë, që njerëzit të kërkonin që ai të qëndronte. Por salla heshti. Gramos Ruçi, njeriu që kishte qenë hija e tij për vite me radhë, njeriu që e dinte çdo sekret, çdo lëvizje, çdo marrëveshje, nuk tha asnjë fjalë. Ai thjesht shikoi në tavolinë. Dhe kur Nano mbaroi, ai tha vetëm, "Faleminderit për kontributin tuaj. Asgjë më shumë. Asnjë lutje. Asnjë kërkesë për të rishikuar vendimin." Mbledhja u mbyll brenda 10 minutave. Dhe Fatos Nano doli nga ajo sallë duke besuar ende se kjo ishte pjesë e planit. Ai mendonte se brenda disa orëve, telefonat do të fillonin të binin. Delegacionet do të vinin në shtëpinë e tij. Partia do të futej në kaos dhe ai do të duhej të kthehej për ta shpëtuar. Por asgjë nga kjo nuk ndodhi. A e dinte ai se po bënte gabimin më të madh të jetës së tij? Apo ishte aq I verbuar nga imazhi I tij si shpëtimtar I pashmangshëm, saqë nuk mund të shihte se bota kishte ndryshuar? Dita e dytë pas dorëheqjes filloi me heshtje. Fatos Nano u zgjua në shtëpinë e tij, priti drekën dhe telefoni nuk ra. Ai shikoi lajmet dhe asnjë kanal nuk po fliste për krizën e partisë pa Nanon. Përkundrazi, lajmet po diskutonin tashmë se kush do të ishte pasardhësi. Emri që përmendej më shpesh ishte Edi Rama. Kryebashkiaku I Tiranës, njeriu që Nano e kishte sjellë në politikë në vitin 1998 si ministër I kulturës, tani po paraqitej si shpresa e re e së majtës. Dhe kjo nuk ishte rastësi. Ndërsa Nano po priste në heshtje që partia t'i lutej, Edi Rama po lëvizte me një shpejtësi që nuk lejonte asnjë hapësirë për pendim. Brenda 24 orëve nga dorëheqja e Nanos, Rama kishte takuar Gramos Ruçin, Pandeli Majkon, Ben Blushin dhe të gjithë ata që kontrollonin strukturat e partisë. Ai nuk po kërkonte leje. Ai po njoftonte. Ai po thoshte, "Unë jam I gatshëm të marr përgjegjësinë. Dhe ju duhet të vendosni, doni të ecni përpara, apo doni të ktheheni në të kaluarën?" Dhe ata zgjodhen të ecnin përpara. Jo sepse e donin Ramën më shumë se Nanon, por sepse Rama u ofronte diçka që Nano nuk ua kishte dhënë kurrë, mundësinë për të qenë partner, jo shërbëtor. Rama premtonte një parti moderne, ku vendimet merreshin kolektivisht, ku nuk kishte një zot që vendoste për të gjithë. Dhe kjo ishte shumë tërheqëse për njerëzit që kishin kaluar vite duke jetuar në frikën se një gabim I vogël mund t'i shkatëronte karrierën. Por ndërsa elita po bënte llogarit, Fatos Nano ende nuk e besonte se kjo po ndodhte. Ai mendonte se ishte një lojë. Se ata po provonin ta testonin, por në fund do të ktheheshin. Ai e kishte bërë këtë shumë herë më parë. Në vitin 1998, kur kishte dhënë dorëheqjen pas trazirave, partia kishte rënë në kaos dhe e kishte thirrur përsëri. Në vitin 1999, kur kishte kërcënuar të largohej, deputetët kishin organizuar një peticion për ta mbajtur. Pse do të ishte ndryshe tani? Por ajo që Nano nuk e kuptonte ishte se konteksti kishte ndryshuar.
Në vitet 90, Partia Socialiste ishte ende e dobët, e copëtuar, e varur nga karizmi i tij. Por në vitin 2005, partia kishte qenë në pushtet për 8 vjet. Kishte ministra, kryebashkiak, deputet që kishin ndërtuar karriera të pavarura. Ata nuk kishin nevojë për nanon për të mbijetuar. Dhe më e rëndësishmja, ata kishin një alternativë, Edi Ramën. Një njeri që ishte i ri, karizmatik, i pastër nga skandalet e vjetra dhe që kishte popularitet të lartë fal punës së tij si kryebashkiak. Rama kishte transformuar Tiranën nga një qytet i errët dhe i ndotur në një kryeqytet me ngjyra, me parqe, me hapësira publike. Ai kishte krijuar një imazh të një politikani që bënte gjëra, jo vetëm që fliste. Dhe kjo ishte ajo që partia kishte nevojë në atë moment, një fillim të ri. Dita e dytë kaloi dhe telefoni i Nanos mbeti i heshtur. Ai filloi të shqetësohej. Ai thiri disa nga njerëzit që i konsideronte më besnik. Disa nuk ju përgjigjen. Të tjerët i thanë se ishin të zënë, se do ta thërrisnin më vonë. Askush nuk erdhi në shtëpinë e tij. Askush nuk organizoi një mbledhje për të diskutuar krizën. Dhe në atë heshtje, Nano filloi të kuptonte se diçka kishte shkuar shumë keq. Por edhe atëherë, ai nuk e pranoi plotësisht. Ai mendonte se ndoshta kishte nevojë për më shumë kohë. Se ndoshta partia kishte nevojë të kalonte nëpër një fazë kaosi para se të kuptonte se nuk mund të vazhdonte pa të. Por koha nuk po punonte në favorin e tij. Çdo orë që kalonte, Edi Rama po konsolidonte pozicionin. Çdo orë që kalonte, njerëzit që dikur i thoshin Nanos Zot, tani po bënin plane për të ardhmen pa të. Dhe në mbrëmjen e ditës së dytë, kur Nano u ul vetëm në zyrën e tij, ai kuptoi se kishte bërë gabimin më të madh të jetës së tij. Ai kishte luajtur një lojë ku besonte se ishte i pazvendësueshëm. Por kishte harruar rregullin më të vjetër të politikës, askush nuk është i pazvendësueshëm. Askush. A mund ta kthente prapa kohën? A mund të telefononte Gramoz Ruçin dhe t'i thoshte, unë tërheq dorëheqjen? Teknisht, po. Por praktikisht, jo. Sepse në momentin që ai kishte lexuar atë deklaratë, ai kishte humbur diçka që nuk mund të rikthehej, respektin. Ai kishte treguar dobësi. Dhe në politik, dobësia nuk falet. Dita e tretë ishte dita kur Fatos Nano pranoi se kishte humbur. Jo vetëm postin e kryetarit, por gjithçka. Ai mësoi nga lajmet se Edi Rama kishte shpallur zyrtarisht kandidaturën për kryetar të partisë. Ai mësoi se Gramoz Ruçi, Pandeli Majko dhe shumica e elitës e kishin mbështetur publikisht. Ai mësoi se grupi parlamentar kishte mbajtur një mbledhje pa e ftuar atë dhe kishin vendosur të mbështesnin rinovimin e partisë. Dhe më e dhimbshmja, ai mësoi se zyra e tij, ajo paradhon ku dikur njerëzit prisnin me orë të tëra për ta takuar, tani ishte plotësisht e zbrazët. Askush nuk po shkonte më atje. Askush nuk po kërkonte audiencë. Pushteti kishte avulluar brenda natës. Dhe Fatos Nano, njeriu që kishte sunduar Partinë Socialiste për 14 vjet, tani ishte thjesht një deputet i thjesht që askush nuk e merrte në telefon. Si ndodhi kjo? Si është e mundur që një njeri aq i fuqishëm të humbas gjithçka në 72 orë? Përgjigjja qëndron në një fjalë, arrogancë. Nano kishte besuar se ishte më i madh se partia. Se partia ishte ai dhe ai ishte partia. Por kishte harruar se partitë janë organizma që mbijetojnë duke u përshtatur. Dhe kur një lider bëhet pengesë për mbijetesën, partia e eliminon atë lider. Pa mëshirë. Pa nostalgji. Pa falënderim për shërbimet e kaluara. Thjesht e eliminon dhe ecën përpara. A e dinin ata që e tradhtuan se po bënin një tradhti? Apo e shihnin si një akt shpëtimi? Dhe më e rëndësishmja, a kishte Fatos Nano ndonjë shans për ta parandaluar këtë, apo fati i tij ishte vullosur që në momentin kur vendosi të udhëtonte me helikopter ndërsa populli priste autobusin? Në 10 vitet para rënies, Fatos Nano kishte ndërtuar diçka që askush tjetër në politikën shqiptare nuk e kishte arritur, një sistem ku çdo vendim, çdo emërim, çdo kontratë kalonte nëpër një dhomë të vogël në katin e dytë të selisë së Partisë Socialiste. Ajo dhomë nuk kishte emër zyrtar, por të gjithë e dinin se çfarë ishte, dhoma ku vendosej fati i njerëzve. Aty mblidheshin 5 burra çdo të mërkur mbrëma, pas orës 9, kur zyrtarët e tjerë kishin shkuar në shtëpi. Ata nuk mbanin proces verbale. Nuk regjistronin asgjë. Por vendimet që merreshin aty ndryshonin jetë.
Kush do të bëhej ministër? Kush do të humbte postin? Kush do të merrte kontratën e autostradës? Kush do të përfundonte në harres? Dhe në krye të asaj tavoline ulej Fatos Nano, i cili nuk fliste shumë, por kur fliste, të tjerët heshnin. Ky ishte pushteti i vërtetë. Jo ai që shihej në televizion, por ai që ushtrohej në heshtje, në errësirë, larg syve të publikut. Por çfarë nuk e dinte Nano ishte se çdo sistem i tillë mban farën e shkatërimit të vet, sepse kur njerëzit mësojnë se çdo gjë varet nga një njeri, ata fillojnë të pyesin, çfarë ndodh nëse ai njeri zhduket? Gramos Ruçi ishte njeriu që e dinte përgjigjen e kësaj pyetjeje më mirë se kushdo tjetër. Ai kishte qenë në atë dhomë që nga fillimi. Ai kishte parë si Nano ndërtonte sistemin, copë më copë, duke eliminuar çdo zë të pavarur, duke shpërblyer besnikërinë absolute dhe duke ndëshkuar çdo hije dyshimi. Ruçi kishte luajtur rolin e ekzekutorit besnik. Kur Nano thoshte, ky njeri duhet të largohet, Ruçi gjente mënyrën. Kur Nano thoshte, ky njeri duhet të shpërblehet, Ruçi organizonte detajet. Ai ishte hija që nuk fliste kur kundër, që nuk kërkonte kur lavdi, që thjesht ekzekutonte. Por brenda atij heshtjeje, Ruçi po mësonte diçka që Nano nuk e kuptonte dot, se sistemi nuk ishte Nano. Sistemi ishte ai, Ruçi, dhe njerëzit si ai, që e bënin makinën të funksiononte. Nano ishte fytyra, por Ruçi ishte truri. Dhe kur erdhi momenti i zgjedhjes, Ruçi zgjodhi të shpëtonte sistemin, jo njeriun. Ai nuk e tradhtoi Nanon me fjalë. Ai thjesht nuk bëri asgjë për ta shpëtuar. Dhe në politik, mosveprimi është forma më vdekjepruese e tradhtisë. Në ditën e dytë pas dorëheqjes, ndërsa Nano priste në heshtje që telefoni të binte, Gramos Ruçi ishte në një restorant të qetë në periferi të Tiranës, duke darkuar me Edi Ramën. Ata nuk folën për Nanon. Nuk ishte nevoja. Ata folën për të ardhmen. Rama i tha Ruçit se kishte nevojë për njerëz që e dinin si funksiononte partia nga brenda, njerëz që mund të siguronin tranzicionin pa kaos. Ruçi dëgjoi, hëngri ngadalë dhe në fund tha vetëm një fjali, partia duhet të mbijetojë. Asgjë më shumë. Por ajo fjali ishte mjaftueshme. Sepse ajo që Ruçi po thoshte ishte, Nano nuk është më i domosdoshëm për mbijetesën e partisë. Dhe kur Ruçi, njeriu që e dinte çdo sekret, çdo dosje, çdo marrëveshje të fshehtë, vendosi se Nano ishte i zëvendësueshëm, fati i Nanos u vulosur. Sepse nëse edhe njeriu që e dinte gjithçka nuk po luftonte për të, kush tjetër do ta bënte? Pyetja që mbetet është, a e ndjente Ruçi fajin? A kishte një moment, ndoshta në heshtjen e natës, kur ai mendonte për të gjitha vitet që kishte kaluar duke shërbyer Nanon dhe pyeste veten nëse po bënte gjën e duhur? Apo ai e kishte pranuar që kohë më parë se në politik nuk ka vend për nostalgji, dhe se mbijetesa kërkon sakrificën e atyre që dikur ishin aleat? Kishte një sekret që vetëm 5 njerëz e dinin, dhe që Fatos Nano kishte betuar se nuk do të dilte kur jashtë atij rrethi. Në vitin 2003, kur Nano ishte në kulmin e pushtetit, ai kishte filluar të shfaqte shenja të çuditshme shëndetësore. Lodhje e skajshme. Dhimbje koke që zgjaste ditë të tëra. Momente kur humbiste fokusin në mes të mbledhjeve dhe shikonte në zbrazët e tij. Mjeku personal, një kardiolog i trajnuar në Francë, kishte kërkuar analiza të thelluara. Rezultatet kishin treguar diçka shqetësuese, tensioni i lartë kronik, shenja të hershme të problemeve kardiovaskulare dhe një nivel stresi që mjeku e kishte përshkruar si i papërputhshëm me jetën. Mjeku i kishte rekomanduar pushim, ndryshim të stilit të jetës, madje edhe largim të përkohshëm nga politika. Nano e kishte dëgjuar në heshtje dhe pastaj kishte thënë, askush nuk duhet ta di këtë. Askush. Mjeku kishte rënë dakord, por kishte kërkuar që të mbahej një dosje mjekësore e fshehtë, vetëm për sigurinë e tij profesionale. Ajo dosje ishte ruajtur në një kasafort në zyrën e Gramos Ruçit dhe vetëm 5 njerëz e dinin kodin, Nano, Ruçi, mjeku dhe 2 njerëz të tjerë nga rrethi i brendshëm. Por në vitin 2005, gjatë fushatës zgjedhore, simptomat u përkeqësuan. Nano filloi të merrte ilaçe të forta për tensionin, por nuk ndryshoi asgjë në stilin e jetës. Përkundrazi, ai punonte 20 orë në ditë, udhëtonte vazhdimisht, hante keq, flinte pak. Dhe trupi i tij po paguante çmimin. Kishte ditë kur ai nuk mund të ngrihej nga shtrati para orës 10 të mëngjesit. Kishte mbrëmje kur ai humbiste ndjenjen në krahun e majt dhe duhej të fshihej në tualet për të marrë ilaçe. Por askush nuk e dinte.
sepse Nano kishte mësuar të luante rolin e njeriut të pathyeshëm edhe kur trupi i tij po shkatërrohej nga brenda. Dhe kjo ishte një nga arsyet pse ai nuk e pa rënien duke ardhur. Sepse ai ishte aq i zënë duke luftuar me trupin e tij, saqë nuk kishte energji për të luftuar me armiq politik. Ai mendonte se mund t'i menaxhonte të dyja, por njeriu nuk mund të luftojë në dy fronte njëkohësisht. Dhe kur erdhi momenti i zgjedhjes, trupi i tij ishte aq i lodhur, aq i shkatëruar, saqë ai nuk kishte forcën për të luftuar për mbijetesën politike. Pas dorëheqjes, mjeku personal e vizitoi në shtëpi. Ai nuk tha asgjë për politikën, por mati tensionin dhe u shqetësua. Ai I tha Nanos se nëse nuk ndryshonte diçka menjëherë, rrezikonte një infarkt brenda 6 muajve. Nano e dëgjoi dhe për herë të parë në jetën e tij nuk argumentoi. Ai thjesht uli kokën dhe tha, ndoshta është më mirë kështu. Mjeku nuk e kuptoi nëse ai po fliste për shëndetin apo për politikën. Por ndoshta, për Nanon, ato dy gjëra ishin bërë e njëjta gjë. Sepse çfarë kuptimi kishte të jetoje nëse nuk kishe më pushtet? Çfarë kuptimi kishte të shëroheshe nëse nuk kishe më për çfarë të luftoje? Pyetja që mbetet është, a e dinin ata që e rrethonin se ai po vdiste nga brenda? A e dinin Ruçi, Rama, të tjerët, se njeriu që po tradhtuan nuk ishte thjesht një politikan I lodhur, por një njeri që po luftonte me vdekjen? Dhe nëse e dinin, a do të ndryshonte kjo diçka? Apo në politik, edhe dëmshuria është një luks që askush nuk mund ta përballojë. Në mbrëmjen e 28 gushtit të vitit 2005, 4 ditë para dorëheqjes, Fatos Nano mori një vizitë që askush nuk e regjistroi. Ishte ora 10:20 dhe selia e partisë ishte pothuajse e zbrazët. Rojet e sigurisë e pan një makinë të zezë që hyri nga porta e pasme, ajo që përdorej vetëm për vizita diskrete. Nga makina zbriti një burr në të 50-tat me kostum të errët që hyri drejt për drejt në zyrën e Nanos pa u ndaluar nga askush. Rojet e dinin se kur dikush hynte nga ajo portë, nuk bëheshin pyetje. Ata thjesht shikonin nga ana tjetër. Vizita zgjati 25 minuta. Askush nuk e dinte se çfarë u diskutua, por kur vizitori doli, fytyra e tij ishte e palexueshme. Ai hyri në makinë dhe u largua po aq diskret sa kishte ardhur. Ndërsa Nano mbeti në zyrë edhe 2 orë duke pirë raki vetëm duke shikuar në mur një nga rojet që kishte punuar atje për 10 vjet, tha më vonë se nuk e kishte parë kur Nanon kaq të shkatëruar. Por kush ishte ai vizitor? Dhe çfarë I tha Nanos që e la në atë gjendje? Ekzistojnë 3 versione të kësaj historie dhe asnjë nuk është provuar plotësisht, por të 3 kanë dëshmi të tërthorta që I bëjnë të besueshme. Versioni I parë thotë se vizitori ishte një emisar I Sali Berishës, I dërguar për të ofruar një marrëveshje. Nano jep dorëheqjen pa bërë zhurmë dhe në këmbim. Qeveria e re nuk do ta ndiqë penalisht për asnjë nga skandalet e korrupsionit që kishin filluar të dilnin në shtyp. Ky version mbështetet nga fakti se pas vitit 2005, Nano nuk u hetua kurrë seriozisht, pavarësisht akuzave të shumta. Versioni I dytë thotë se vizitori ishte një përfaqësues I ambasadave perëndimore, veçanërisht amerikanëve, që I bën të qartë se koha e tij kishte mbaruar dhe se nëse donte që Shqipëria të vazhdonte rrugën drejt integrimit euroatlantik, ai duhej të largohej me dinjitet. Ky version mbështetet nga fakti se në ato muaj, ambasadorët perëndimor kishin filluar të shprehnin shqetësim publik për korrupsionin dhe mungesën e reformave. Versioni I tretë, më I errëti, thotë se vizitori ishte dikush nga brenda partisë, dikush që Nano e konsideronte mik dhe që I tha të vërtetën e egër, askush nuk do të luftoj për ty nëse nuk ik vetë, do të nxjerrin me forcë. Dhe do të jetë shumë më poshtëruese. Çfarëdo që të jetë e vërteta, ajo vizitë ndryshoi diçka në Nanon. Sepse 4 ditë më vonë, ai dha dorëheqjen. Dhe mënyra se si e dha, me atë qetësi të ftohtë, pa emocione, pa luftë, sugjeron se ai e kishte pranuar tashmë se loja kishte mbaruar. Por edhe atëherë, ai besonte se mund ta kthente situatën. Ai mendonte se dorëheqja ishte një lëvizje taktike, jo një dorëzim. Ai nuk e dinte se ajo vizitë natës kishte qenë paralajmërimi I fundit, dhe se duke mos e dëgjuar, ai kishte humbur shansin e vetëm për të dalë me dinjitet. Tani, pyetja që ngre flokët është, nëse ai vizitor do të fliste sot, çfarë do të thoshte? A do të pranonte se ishte pjesë e një komploti për ta rrëzuar Nanon? Apo do të thoshte se ishte thjesht një mik që po përpiqej ta shpëtonte nga një fund edhe më I zi? Dhe nëse Nano do ta dinte të vërtetën, a do të ndryshonte diçka në mënyrën se si ai e kujton atë natë?
Apo disa të vërteta janë aq të dhimbshme sa që është më mirë të mbeten të varrosura për gjithmonë? Në arkivat e Shërbimit Informativ Shtetëror, të cilat u deklasifikuan pjesërisht në vitin 2012, ekziston një dosje me kodin PN90E5 që përmban diçka që askush nuk e priste, një listë me 23 emra, të shkruar me dorë, me ngjyrë të kuqe. Çdo emër kishte një datë pranë tij dhe një shënim të shkurtër. Lista ishte hartuar në qershor të vitit 2005, një muaj para zgjedhjeve, dhe nënshkrimi në fund ishte i Gramos Ruçit. Por ajo që e bënte këtë listë shqetësuese nuk ishin emrat, por shënimet. Pranë emrit të Fatos Nanos, me shkronja të vogla, shkruaj: rrezik për vazhdimsinë. Skenar largimi, shtator. Kjo do të thotë se një muaj para se Nano të jepte dorëheqjen, dikush brenda partisë tashmë po planifikonte se si ta largonte. Dhe ajo listë nuk ishte një dokument i vetmuar. Bashkë me të, në të njëjtën dosje, gjenden shënime nga takime të fshehta, skema organizative për tranzicionin e pushtetit dhe diçka edhe më e frikshme, një analizë psikologjike e Nanos e shkruar nga dikush që e njihte shumë mirë, ku parashikohej saktësisht se si ai do të reagonte ndaj presionit. Aty shkruaj: subjekti ka tendencë për të tërhequr kur ndihet i rrethuar, por gjithmonë me shpresën se do të kthehet si shpëtimtar. Kjo mund të shfrytëzohet. Kush e shkroi këtë analizë? Kush e njihte Nanon aq mirë sa mund të parashikonte çdo lëvizjen e tij? Dhe më e rëndësishmja, sa kohë më parë kishte filluar ky plan? Dosja përmban edhe diçka tjetër që hedh dritë mbi atë që ndodhi në 72 orët pas dorëheqjes. Ka një listë tjetër, kësaj radhe me 15 emra, të cilët ishin identifikuar si besnik absolut të PN. Këta ishin njerëzit që, sipas analizës, do të luftonin për kthimin e Nanos. Por pranë çdo emri kishte një shënim se si do të neutralizoheshin. Disa do të ofronin poste në qeverinë e re. Të tjerëve do t'u premtoheshin kontrata. Disa do të kërcënoheshin me ekspozimin e skandaleve të vjetra. Dhe lista funksionoi. Çdo njeri që ishte identifikuar si besnik absolut, ose u ble, ose u friksua, ose thjesht vendosi se besnikëria ndaj një njeriu të rënë nuk ja vlente karrierën. Brenda 24 orëve, të gjithë ata që Nano priste të vinin në derën e tij, tashmë kishin zgjedhur anën tjetër. Por kush e drejtoi këtë operacion? Kush ishte truri që koordinoi çdo lëvizje me atë saktësi kirurgjikale? Dosja nuk e thot emrin, por ka një detaj të vogël që jep një ide. Në fund të çdo shënimi, ka inicialet GR. Gramos Ruçi. Njeriu që Nano e konsideronte hijen e tij besnike, ishte ai që po drejtonte operacionin për ta zëvendësuar. A e dinte Nano këtë? A kishte ai ndonjë dyshim se njeriu që ulej pranë tij çdo ditë, po planifikonte fundin e tij? Apo ai ishte aq i verbuar nga besimi tek Ruçi, saqë nuk mund të shihte se tradhtia po ndodhte përpara syve të tij? Ekziston një dëshmi tjetër, edhe më shqetësuese. Në arkivat e Bankës së Shqipërisë ka një transakcion i pazakontë që ndodhi në 27 gusht të vitit 2005, 5 ditë para dorëheqjes së Nanos. Një shumë e madhe parash, rreth 3.500.000 euro, u transferua nga një llogari e lidhur me Partinë Socialiste në një llogari private në Zvicër. Llogaria ishte e regjistruar në emër të një kompanie fantazm, por hetimet e mëvonshme treguan se pronari i vërtet ishte një nga njerëzit e ngushtë të Nanos. Kjo do të thotë se ndërsa Nano po përgatitej të jepte dorëheqjen, dikush po sigurohej që paratë të ishin të sigurta. Por kush e autorizoi këtë transferim? Dhe më e rëndësishmja, a e dinte Nano për këtë, apo dikush po vjefte ndërsa ai po luftonte për mbijetesë politike? Nëse e dinte, kjo do të thotë se ai tashmë kishte pranuar se loja kishte mbaruar dhe po siguronte të ardhmen financiare. Nëse nuk e dinte, kjo do të thotë se edhe ata që ai besonte me paratë, po e tradhtuan. Në të dyja rastet, pyetja mbetet, sa thellë shkonte tradhtia? A ishte vetëm politike, apo edhe financiare? Dhe nëse Nano do ta zbulonte sot këtë transakcion, çfarë do të mendonte për njerëzit që ai konsideronte familje? Në vitet para rënies, kishte një shenjë që të gjithë e pan, por askush nuk guxoi ta komentonte. Fatos Nano po plakej me një shpejtësi që nuk ishte normale. Në vitin 1997, kur u bë kryeministër për herë të dytë, ai ishte një burr 45 vjeç, me flokë të zinj, me lëkurë të shëndosh, me energji që i lejonte të punonte 20 orë në ditë. Por në vitin 2005, vetëm 8 vjet më vonë, ai dukej sikur kishte plakur 20 vjet. Flokët ishin bërë plotësisht të bardhë.
Fytyra ishte e rrudhur me rrath të thellë nën sy. Shpina kishte filluar të përkulet. Ecja ishte bërë më e ngadalt, më e rëndë. Dhe shikimi, ai shikimi që dikur kishte qenë i mbredh dhe i ftohtë, tani kishte diçka të lodhur, diçka të thyrë. Njerëzit që e shihnin çdo ditë e vinin re, por askush nuk guxonte ta thoshte me zë të lartë, pushteti po e hante gjallë. Mjeku personal, i cili e vizitonte çdo javë, mbante një ditar mjekësor që nuk ishte kurrë publikuar, por që u zbulua pas vdekjes së tij në vitin 2011. Në atë ditar, ai shkruante me detaje shqetësuese për gjendjen e nanos. Në janar të vitit 2005, ai shkruante: pacienti nuk fle më shumë se 4 orë në natë. Konsumon sasi të mëdha kafeje dhe alkooli. Refuzon të ndjek dietën. Tensioni është rritur në nivele kritike. Kam kërkuar pushim të menjëhershëm, por ai refuzon. Në mars, shënimet bëhen edhe më shqetësuese. Pacienti ka filluar të ketë momente të humbjes së kujtesës afatshkurtër. Harron emra, data, takime. Kur e pyes, ai bëhet agresiv dhe thotë se është vetëm lodhje. Por kjo nuk është lodhje normale. Kjo është shkatërim sistematik i trupit nga stresi kronik. Në qershor, pak para zgjedhjeve, mjeku shkruan diçka që ngre pyetje të rënda. Sot pacienti më tha se nuk e intereson më nëse jeton apo vdes. Tha se e vetmja gjë që ka kuptim është të fitojë zgjedhjet. Kam frikë se nëse humb, trupi i tij nuk do ta përballojë goditjen psikologjike. Dhe mjeku kishte të drejtë. Kur nano humbi zgjedhjet dhe pastaj humbi edhe partinë, trupi i tij u shem. Në javët pas dorëheqjes, ai nuk dilte nga shtëpia. Nuk hante. Nuk flinte. Thjesht ulej në zyrën e tij dhe shikonte në mur. Familja e tij ishte e shqetësuar, por ai nuk donte të fliste me askën. Ai kishte hyrë në një depresion të thellë, nga i cili do t'i duheshin vite për të dalë. Por ajo që askush nuk e dinte ishte se gjatë atyre javëve, nano po luftonte me diçka më të rëndë se depresioni. Ai po luftonte me idenë e vetvrasjes. Në ditarin e tij personal, të cilin familja e tij e mbajti sekret për vite, ai shkruante: çfarë kuptimi ka të jetosh kur ke humbur gjithçka? Çfarë kuptimi ka të zgjohesh çdo mëngjes kur di se askush nuk të pret, askush nuk të ka nevojë, askush nuk të respekton më? Këto janë fjalë të një njeriu që nuk po luftonte vetëm për pushtet, por për kuptimin e ekzistencës së tij. Sepse për nanon, politika nuk ishte thjesht një karrierë. Ishte identiteti i tij. Dhe kur e humbi atë, ai humbi veten. Pyetja që ngre pyetje të dhimbshme është: a e dinin ata që e rrethonin se ai po vdiste nga brenda? A e dinin Ruçi, Rama, të tjerët, se njeriu që po tradhtuan nuk ishte thjesht një politikan i lodhur, por një njeri që po luftonte me vdekjen? Dhe nëse e dinin, a do të ndryshonte kjo diçka? Apo në politik, edhe jeta e një njeriu është një çmim i pranueshëm për të fituar pushtetin? Dhe nëse nano do të dinte se sa afër vdekjes ishte në ato ditë, a do të jepte përsëri dorëheqjen, apo do të luftonte deri në fund, edhe nëse kjo do të thotë të vdiste në atë sallë, përpara atyre njerëzve që e tradhtuan? Pas rënies së fatos nanos, një njeri fitoi gjithçka. Brenda 6 muajve, ai u bë kryetar i Partisë Socialiste. Brenda 2 vjetësh, ai kontrollonte çdo strukturë të partisë. Brenda 5 vjetësh, ai ishte bërë figura më e fuqishme e së majtës shqiptare. Dhe brenda 10 vjetësh, ai do të bëhej kryeministër, një post që do ta mbante për 8 vjet me radhë, duke u bërë lideri më i gjatë në detyrë në historinë e Shqipërisë pas komunizmit. Ai njeri ishte Edi Rama. Por si arriti ai të fitonte aq shumë, aq shpejt? A ishte thjesht fati? A ishte talenti? Apo ishte diçka më e errët, më e planifikuar, më e ftohtë? Për ta kuptuar këtë, duhet të ndjekim gjurmën e parave, të pushtetit dhe të marrëveshjeve të fshehta që u bën në ato ditë kur nano po rrëzohej. Në tetor të vitit 2005, një muaj pas dorëheqjes së nanos, Edi Rama u zgjodh kryetar i Partisë Socialiste me një shumicë dërmuese. Por ajo që nuk u raportua në atë kohë ishte se para zgjedhjeve, Rama kishte bërë një seri takimesh private me njerëzit që kontrollonin financat e partisë. Ai u kishte premtuar se nëse e mbështesnin, ai do t'u jepte kontroll mbi kontrata të mëdha publike kur pse të kthehej në pushtet. Dhe ata e mbështetën. Jo sepse e donin Ramën, por sepse ai u ofroi diçka që nano nuk ua kishte dhënë kurrë, partneritet në vend të nënshtrimit. Rama kuptoi se për të fituar pushtetin nuk duhej të sundonte me frikë, por me interes. Ai nuk duhej të ishte zot, por partner.
Dhe kjo ishte arsyeja pse ai fitoi. Por ka edhe një tjetër gjurmë, më të errët. Në arkivat e prokurorisë së Tiranës ekziston një dosje hetimore që u hap në vitin 2006, por që u mbyll pa asnjë akuzë. Dosja hetonte dyshime për korrupsion në Bashkinë e Tiranës gjatë kohës kur Rama ishte kryebashkiak. Kishte akuza për kontrata të fryra, për tendere të manipuluar, për para që kishin zhdukur. Por çuditërisht, dosja u mbyll brenda 3 muajve, pa asnjë provë të mbledhur seriozisht. Kush e mbylti atë dosje? Dhe pse? Një version thot se Sali Berisha, i cili ishte kryeministër në atë kohë, vendosi të mos e ndiqte Ramën sepse kishte një marrëveshje të fshehtë. Berisha nuk e prekte Ramën dhe Rama nuk e prekte Nanon. Në këtë mënyrë të dy fitonin, Berisha eliminonte Nanon si kërcënim të ardhshëm dhe Rama merrte kontrollin e PS-s pa u ndotur me skandalet e Nanos. A është ky version i vërtetë? Nuk ka prova të forta, por ka shumë detaje që e bëjnë të besueshëm. Çfarëdo që të jetë e vërteta, fakti mbetet, pas rënies së Nanos, Edi Rama fitoi gjithçka. Ai fitoi partinë, pushtetin, paratë dhe më e rëndësishmja, ai fitoi të ardhmen. Ndërsa Nano u kthye në një hije, në një kujtim të hidhur, në një emër që njerëzit e përmendnin vetëm kur donin të flisnin për rënjet e mëdha. Dhe pyetja që mbetet, pyetja që askush nuk guxon ta bëjë me zë të lartë, është kjo: a e planifikoi Rama rënjen e Nanos që në fillim? A ishte ai arkitekti i fshehtë i asaj tradhtie që ndodhi në 72 orë? Apo ai thjesht ishte mjaft i zgjuar për të shfrytëzuar një mundësi që ju dha? Dhe nëse Nano do ta dinte të vërtetën, nëse do të shihte sot se si Rama ndërtoi perandorinë e tij mbi rënojat e tij, çfarë do të mendonte? A do të ndjente admirim për aftësinë e Ramës për të luajtur lojën më mirë se ai? Apo do të ndjente vetëm hidhërim, duke kuptuar se njeriu që ai e solli në politikë, njeriu që ai e bëri ministër kur askush nuk e njihte, ishte ai që në fund e shkatërroi? Dhe më e rëndësishmja, nëse do të kishte mundësinë të kthehej në kohë, a do ta sillte përsëri Edi Ramën në politikë, apo do ta linte atë të mbetej piktor, larg pushtetit, larg tradhtisë, larg fundit që ai i solli? Në orën 3:30 të mëngjesit të datës 2 shtator të vitit 2005, 24 orë pas dorëheqjes, telefoni i Fatos Nanos ra për herë të parë. Ai u zgjua menjëherë, me atë refleks që vjen nga vitet kur çdo telefonat natën mund të ishte krizë shtetërore. Zëri në anën tjetër ishte i njohur, por i ftohtë. Ishte Gramoz Ruçi. Fatos, më fal që të zgjoj. Por duhet të dish diçka para se ta lexosh në gazeta. Nano u ul në skajin e shtratit, zemra po i rrahte shpejt. Çfarë ka ndodhur? Ruçi hezitoi për një moment dhe në atë heshtje të shkurtër, Nano kuptoi se ajo që do të dëgjonte do ta ndryshonte gjithçka. Edi Rama ka shpallur kandidaturën për kryetar të partisë. Ka mbështetjen e shumicës së komitetit drejtues. Mbledhja do të mbahet javën e ardhshme. Nano nuk tha asgjë për 5 sekonda të plota. Pastaj, me një zë që përpiqej të duke i qetë por që dridhej lehtë, pyeti: "Dhe ti? Ku qëndron ti?" Ruçi mori frym thellë. "Unë qëndroj me partinë, Fatos. Gjithmonë kam qëndruar me partinë." Linja u ndërpre. Nano mbeti ulur në errësirë, duke mbajtur telefonin në dorë, duke kuptuar se ajo fjali e fundit nuk ishte përgjigje. Ishte varrim. Ajo që Nano nuk e dinte ishte se ndërsa ai po flinte, Gramoz Ruçi kishte qenë zgjuar gjithë natën, duke koordinuar atë që do të bëhej operacioni më i shpejtë i tranzicionit të pushtetit në historinë e Partisë Socialiste. Ai kishte telefonuar 15 njerëz, një nga një, duke përdorur të njëjtën skem për secilin. Fillimisht kujtonte shërbimet e tyre ndaj partisë, pastaj shprehte shqetësimin për të ardhmen dhe në fund bënte pyetjen vendimtare: a mendon se partia mund të fitojë zgjedhjet e ardhshme me Nanon në krye? Askush nuk tha po. Disa nga frika, disa nga ambicia, disa sepse vërtet besonin se koha e Nanos kishte mbaruar. Por rezultati ishte i njëjtë. Brenda 6 orëve, Ruçi kishte siguruar mbështetjen e mjaftueshme për të garantuar zgjedhjen e Edi Ramës. Dhe kur telefonoi Nanon në orën 3:30, ai tashmë e dinte se loja kishte mbaruar. Ai nuk po i kërkonte mendimin Nanos. Ai thjesht po e njoftonte për vendimin që tashmë ishte marrë. Por pse e bëri këtë telefonat? Pse nuk e la Nanon ta mësonte nga gazetat, si të gjithë të tjerët? Ndoshta sepse edhe tradhtarët kanë nevojë për një moment shpagimi.
Ndoshta sepse Ruçi donte t'i jepte Nanos shansin e fundit për të dëgjuar të vërtetën nga dikush që e njihte, para se bota ta harronte. Ose ndoshta, thjesht sepse edhe në politik, ka momente kur njerëzit ndjejnë nevojën të shpjegojnë pse po bëjnë atë që po bëjnë, edhe kur e dinë se nuk ka shpjegim që mund ta bëjë më pak dhimbshëm. Në orët që pasuan, Nano nuk telefonoi askën. Ai nuk u përpoq të organizojë rezistencë, të mbledh besnikët, të luftojë për rikthimin. Ai thjesht u ul në zyrën e tij dhe filloi të shkruante. Jo për publikim, por për veten. Ai shkruante për vitet kur kishte ndërtuar partinë nga hiçi, kur kishte qenë në burg dhe njerëzit e partisë kishin rrezikuar gjithçka për të. Ai shkruante për ditën kur kishte dalë nga burgu dhe mira njerëz e kishin pritur në rrugë, duke qarë, duke thirrur emrin e tij. Ai shkruante për momentet kur kishte besuar se po ndërtonte diçka që do të zgjaste më gjatë se jeta e tij, diçka që do t'i mbijetonte. Dhe tani, duke shkruar ato fjalë, ai kuptoi se kishte qenë i gabuar. Asgjë nuk i mbijetonte njeriu që e ndërtonte. Çdo gjë shkatërrohej në momentin që ai dobësohej. Çdo besnikëri ishte e përkohshme. Çdo premtim ishte i kushtëzuar. Dhe çdo njeri që thoshte unë do të jem këtu gjithmonë, në të vërtetë po thoshte unë do të jem këtu derisa të mos më duhet më. Kur mbaroi së shkruari, ai mblodhi fletët dhe i dogji në oxhak. Askush nuk do t'i lexonte ato fjalë. Askush nuk do ta dinte se çfarë kishte ndjerë në atë mëngjes. Sepse në politik, dhimbja është një dobësi që nuk duhet treguar kurrë. Edhe kur po vdes nga brenda, duhet të buzëqeshësh. Edhe kur po të tradhtojnë, duhet të duar trokasësh. Sepse nëse tregon se je i plagosur, ata do të godasin përsëri, më fort, derisa të mos mbetesh më. A e kuptoi Nano këtë shumë vonë? Apo e kishte kuptuar gjithmonë, por kishte shpresuar se ai do të ishte përjashtimi, njeriu që do t'i shpëtonte kësaj rregullsie të egër? Në 10 shtator të vitit 2005, nën ditë pas dorëheqjes, u mbajt mbledhja e komitetit drejtues ku Edi Rama u zgjodh zyrtarisht kryetari i Partisë Socialiste. Fatos Nano nuk ishte i pranishëm. Ai kishte dërguar një letër të shkurtër, ku uronte sukses partinë dhe thoshte se do të mbetej një antar i thjeshtë, i gatshëm të shërbejë kur të kishte nevojë. Por askush nuk e besoi atë letër. Të gjithë e dinin se ajo ishte thjesht një mënyrë për të ruajtur dinjitetin, një mënyrë për të mos pranuar publikisht se kishte humbur gjithçka. Mbledhja zgjati vetëm 1 orë e gjysmë. Rama mbajti një fjalim ku falenderoi Nanon për kontributin e tij, por pastaj foli për të ardhmen, për nevojën për rinovim, për një parti që nuk varej nga një njeri, por nga një vizion kolektiv. Salla duartrokiti me entuziazëm. Dhe në atë duartrokitje, Nano u varros përfundimisht. Sepse ajo që po ndodhte nuk ishte thjesht një ndryshim udhëheqjeje. Ishte një fshirje e kujtesës. Ishte një rishkrim i historisë ku Nano nuk ishte më heroi që kishte shpëtuar partinë, por pengesa që kishte penguar përparimin e saj. Por ajo që askush nuk e dinte ishte se gjatë asaj mbledhje, në një dhomë tjetër të selisë së partisë, po ndodhte diçka tjetër. 3 njerëz po hapnin kasafortën ku ruheshin dokumentet më të ndjeshme të partisë. Ata po merrnin dosje, po i vendosnin në çanta, po i transportonin diku ku askush nuk do t'i gjente. Këto dosje përmbanin sekrete që mund të shkatëronin karriera, që mund të dërgonin njerëz në burg, që mund të rrëzonin qeveri. Dhe tani, ato dosje po zhduknin. Kush i mori? Ku shkuan? Dhe më e rëndësishmja, çfarë përmbanin ato dosje që ishte aq e rrezikshme sa që duhej të zhduknin në momentin kur Nano humbi pushtetin? Një version thot se dosjet përmbanin prova për korrupsion që përfshinin jo vetëm Nanon, por edhe shumë nga ata që tani po e tradhtuan. Nëse ato dosje do të dilnin në dritë, ata të gjithë do të përfundonin në burg. Kështu që ata vendosën t'i zhduknin për të mbrojtur jo vetëm veten, por edhe partinë nga një skandal që do ta shkatëronte përgjithmonë. Një version tjetër, më i errët, thot se dosjet përmbanin diçka edhe më të rrezikshme, prova për lidhje me krimin e organizuar, për para të pastra përmes partisë, për marrëveshje me figura që askush nuk donte t'i shihte në dritë. Dhe nëse ato dosje do të zbuloheshin, nuk do të ishte vetëm Partia Socialiste që do të shkatërohej, por i gjithë sistemi politik shqiptar. Kështu që ato u zhdukën, dhe askush nuk foli kurrë për to, por ka një dëshmitar, një njeri që ishte atje atë ditë dhe që pa çfarë ndodhi. Ai nuk ka folur kurrë publikisht, por në një bisedë private, vite më vonë, ai tha diçka që ngre pyetje të frikshme, ato dosje nuk u dogjën. Ato u fshehtën.
sepse dikush donte t'i mbante si siguri për rastin kur do t'i duheshin. Kjo do të thotë se diku, në një vend që askush nuk e di, ekzistojnë ende ato dosje. Dhe dikush i ka ato dosje. Dikush që mund t'i përdor kur të doj, për të shantazhuar, për të kontrolluar, për të shkatëruar. Kush është ai dikush? Dhe çfarë po pret për t'i përdorur ato dosje? A janë ato ende një armë e ngarkuar, e gatshme për t'u përdorur në momentin e duhur? Apo janë thjesht një kujtim i një kohe kur pushteti luaj me rregulla që askush nuk guxonte t'i shkruante? Në 25 shtator të vitit 2005, 24 ditë pas dorëheqjes, Fatos Nano doli nga shtëpia për herë të parë. Ai shkoi në një restorant të vogël në periferi të Tiranës, ku dikur shkonte shpesh me miqtë e ngushtë. Ai hyri dhe kamarieri e njohu menjëherë. Por në vend që ta shoqëronte në tavolinën më të mirë, siç bënte gjithmonë, ai thjesht i tregoi një tavolinë në qoshe, pranë tuvaletit. Nano nuk tha asgjë. Ai u ul, porositi një kafe dhe priti. Askush nuk erdhi ta përshëndeste. Askush nuk ndaloi për të folur. Njerëzit që ishin në restorant e shihnin, por shmangnin shikimin. Disa flisnin me zë të ulët duke e treguar me sy, por askush nuk guxonte t'i afrohej. Dhe në atë moment, Nano kuptoi se çfarë do të thotë të jesh i harruar. Jo të urrehesh, por të jesh i parëndësishëm. Të jesh dikush që dikur ishte i rëndësishëm, por që tani është thjesht një kujtim i vjetër që askush nuk ka kohë ta kujtojë. Ai piu kafen ngadalë, pagoi dhe doli. Ndërsa ecte në rrugë, ai pa një poster të madh të Edi Ramës me një slogan që thoshte: "E ardhmja fillon sot." Ai ndaloi dhe e shikoi atë poster për një kohë të gjatë. Dhe për herë të parë që nga dorëheqja, ai buzëqeshi. Jo sepse ishte i lumtur, por sepse kishte kuptuar diçka që nuk e kishte kuptuar më parë, se politika nuk është për njerëzit që duan të mbeten në histori. Është për njerëzit që janë të gatshëm të harrohen për aq kohë sa janë të dobishëm. Dhe kur nuk janë më të dobishëm, ata zhduken, sikur të mos kishin ekzistuar kurrë. Ai ktheu shpinën posterit dhe filloi të ecte drejt shtëpisë. Dhe ndërsa ecte, ai mendoi për të gjithë ata që e kishin tradhtuar, për të gjithë ata që tani po gëzonin pushtetin që ai kishte humbur. Dhe ai u pyet veten, a do ta bënin përsëri nëse do të ktheheshin në kohë? A do të zgjidheshin ndryshe, apo tradhtia ishte e pashmangshme, një pjesë e natyrshme e lojës që të gjithë po luanin? Dhe nëse ai do të kishte mundësinë të kthehej në kohë, në atë mbrëmje të parë të shtatorit kur lexoi dorëheqjen, a do ta lexonte përsëri? Apo do të luftonte deri në fund, edhe nëse kjo do të thotë të shkatëronte partinë, të shkatëronte veten, por të mos u jepte kënaqësinë e fitores atyre që po pritnin të rënien e tij? Pyetjet këto nuk kanë përgjigje. Sepse historia nuk jep mundësi të dyta. Historia thjesht ndodh dhe pastaj njerëzit përpiqen ta kuptojnë, ta shpjegojnë, ta justifikojnë. Por e vërteta është se askush nuk e di me siguri pse ndodhi ajo që ndodhi. Askush nuk e di nëse Nano mund ta kishte parandaluar rënien, apo nëse fati i tij ishte vulosur që në momentin kur vendosi të bëhej zot në vend që të mbetej njeri. Dhe ndoshta, kjo është mësimi më i dhimbshëm i gjithë kësaj historie, se në politik nuk ka zota. Ka vetëm njerëz që për një kohë të shkurtër kanë pushtet dhe që pastaj zhduken, duke lënë pas vetëm pyetje që askush nuk mund t'i përgjigjet plotësisht. Pyetje si: a ia vlente? A do ta bënte përsëri? Dhe nëse do të dinte se si do të mbaronte, a do të fillonte fare? Sot, gati 20 vjet pas asaj mbrëmjeje të parë të shtatorit, Fatos Nano jeton një jetë të qetë, larg reflektorëve, larg politikës, larg botës që dikur e konsideronte të tijën. Ai del rrallë në publik, jep rrallë intervista, dhe kur flet, zëri i tij ka atë ton të lodhur të dikujt që ka parë shumë, që ka humbur shumë, dhe që ka mësuar se disa betejë nuk ia vlen ti luftosh. Familja e tij, që kaloi nëpër vite të vështira gjatë kohës kur ai ishte në pushtet, tani gëzon qetësinë që vjen nga anonimiteti. Fëmijët e tij janë rritur larg politikës, duke zgjedhur karriera që nuk kanë asgjë të përbashkët me botën që shkatërroi të atin. Dhe ndoshta, kjo është fitoria e tyre më e madhe, të mos përsërisin gabimet e tij. Ata që e tradhtuan Nanon, ata që morën pushtetin nga duart e tij, sot janë figura të fuqishme në politikën shqiptare. Disa janë ministra, disa janë deputet, disa janë biznesmen të pasur që gëzojnë frytet e lidhjeve që ndërtuan gjatë asaj kohe.
Edi Rama, njeriu që fitoi më shumë nga rënia e Nanos, u bë kryeministër në vitin 2013 dhe mbajti atë post për 8 vjet, duke u bërë figura më dominuese e politikës shqiptare të shekullit 21. Ai ndërtoi një perandëri politike mbi rënojat e asaj që Nano kishte lënë pas. Dhe kur pyetet për Nanon, ai flet me respekt, me mirënjohje, por edhe me atë distancë të ftohtë që vjen nga dikush që e di se ka fituar dhe që nuk ka nevojë të justifikohet më. Gramos Ruçi, njeriu që e njihte çdo sekret të Nanos dhe që zgjodhi të mos luftoj për të, vazhdoi të luajë një rol të rëndësishëm në Partinë Socialiste për vite me radhë. Ai nuk foli kurrë publikisht për atë që ndodhi në ato 72 orë, por ata që e njohin thonë se ai nuk pendohet. Ai beson se bëri atë që duhej për të shpëtuar partinë, edhe nëse kjo do të thotë të sakrifikonte njeriun që e kishte ndërtuar atë parti. Dhe ndoshta, në mënyrën e tij, ai ka të drejtë. Sepse partia mbijetoi. Partia u rrit. Partia fitoi përsëri pushtetin. Dhe Nano, njeriu që dikur ishte partia, u bë thjesht një kapitull në historinë e saj, një kapitull që lexohet me respekt, por që nuk përsëritet më. Por ka një pyetje që mbetet, një pyetje që askush nuk guxon ta bëjë me zë të lartë, por që të gjithë e mendojnë. Çfarë do të kishte ndodhur nëse Nano nuk do të jepte dorëheqjen? Çfarë do të kishte ndodhur nëse ai do të luftonte, do të refuzonte të largohej, do të detyronte partinë të zgjidhte mes tij dhe kaosit? A do ta kishin rrëzuar me forcë? A do të kishte shpërthyer një luftë e brendshme që do ta shkatëronte partinë? Apo ndoshta, vetë rezistenca e tij do t'i kishte detyruar ata të rishikonin, të ktheheshin, të pranonin se edhe pse ishte i lodhur, edhe pse kishte bërë gabime, ai ende ishte i domosdoshëm? Nuk do ta dim kurrë. Sepse Nano zgjodhi të mos luftoj. Ai zgjodhi të besoj se partia do ta thërriste përsëri, dhe kur kjo nuk ndodhi, ishte shumë vonë për të ndryshuar mendje. Dhe kështu, historia e Fatos Nanos mbetet një histori për arrogancën, për tradhtinë, për çmimin e pushtetit dhe për atë që ndodh kur një njeri beson se është më i madh se sistemi që e krijoi. Është një histori që përsëritet në çdo vend, në çdo kohë, me emra të ndryshëm, por me të njëjtën mësim, se në politik, askush nuk është i pasvendësueshëm. Askush nuk është i përjetshëm. Dhe kur vjen momenti i rënies, ajo ndodh aq shpejt, aq pa mëshirë, saqë nuk ke kohë as të kuptosh se çfarë po ndodh. Ke vetëm kohë të shikosh, të heshtësh dhe të pranosh se loja ka mbaruar. Por pyetja që do të mbetet përgjithmonë, pyetja që do të ndjek Fatos Nanon deri në fund të ditëve të tij, është kjo: a e dinte ai se po ecte drejt greminës? A kishte momente në heshtjen e natës kur ai ndjente se diçka po shkonte keq, por zgjodhi të mos e shihte? Apo ai ishte vërtet aq i verbuar nga imazhi i tij si shpëtimtar i pashmangshëm, saqë nuk mund të imagjinonte një botë ku Partia Socialiste ekzistonte pa të? Dhe nëse do të kishte mundësinë të kthehej në kohë, në atë mbrëmje të parë të shtatorit, kur hyri në sallë për të lexuar dorëheqjen, a do ta lexonte përsëri? Apo do të grinte letrën, do të shikonte në sytë e atyre njerëzve që po pritnin të rënien e tij dhe do të thoshte: "Jo. Unë nuk do të largohem. Nëse doni të më rrëzoni, do t'ju duhet ta bëni me forcë. Por unë nuk do t'ju jap kënaqësinë e fitores pa luftë." Këto janë pyetje që vetëm Fatos Nano mund t'i përgjigjet. Por ai ka zgjedhur heshtjen. Dhe ndoshta, kjo është zgjidhja më e urtë. Sepse disa të vërteta janë aq të dhimbshme, saqë është më mirë të mbeten të varrosura përgjithmonë. Disa pyetje nuk kanë përgjigje që mund të sjellin paqe. Dhe disa histori, edhe kur mbaron, vazhdojnë të jetojnë në heshtjen e atyre që i jetuan, duke pritur ditën kur dikush do të guxojë të thotë të vërtetën e plotë. Por deri atëherë, ne mbetemi me atë që dim, se në 72 orë, një njeri që besonte se ishte i paprekshëm, humbi gjithçka. Dhe bota vazhdoi të rrotullohej sikur ai të mos kishte ekzistuar kurrë.